Fenomeni Shkodran dhe një nga figurat më të dashura të publikut shqiptar, Louise Ailey, ka ndarë me ndjekësit një tjetër moment të veçantë dhe plot dashuri nga jeta e tij e përditshme. Në një video të postuar në Instagram, ai shfaqet fillimisht krah një maceje me sy të artë e pamje mbreslënëse. Me humorin dhe naturalitetin që e karakterizon, Louise bën një hyrje simpatike me macen, duke u kthyer më pas me kamerën drejt zemrës së vërtet të çdo videoje të tij, vogëlushes Luna Mari. E zhveshur, e pastër, me fytyrë të gëzuar dhe sy të mëdhenj të hapur nga kureshtja, Luna Mari qëndron në krahët e babait të saj, duke përkëdhelur me ngrohtësi macen dhe duke qeshur me një gëzim të pastër, që e bën çdo ndjekës të buzëqesh me shpirt. Ky moment i thjesht, por plot jetë, është pritur menjëherë me dashuri nga fansat, të cilët kanë shpërndar pamjet dhe kanë komentuar me superlativa për lidhjen e fortë që Louise ka me vajzën e tij, si edhe për atmosferën familjare të mbushur me ngrohtësi dhe afeksion. Duket qartë se përtej karrierës dhe famës, Louise është një baba i përkushtuar, i cili di të gjejë lumturi në gjërat më të thjeshta, një përkëdhelje, një buzëqeshje e lunës, një moment i qetë me një kafshë shtëpiake. Ai vazhdon të jetë një shembull i dashurisë së pakushtëzuar dhe vlerave familjare që prek çdo zemër që e ndjek. Ky postim nuk është thjesht një video argëtuese, është një pasqyrë e dashurisë babë e bi, një çast i vërtetë që tregon se lumturia më e madhe gjendet në detajet të vogla. E për këtë arsye, Louise dhe Luna vazhdojnë të jenë jo vetëm personazhe të dashur të ekranit, por edhe imazhi i një familjeje që jeton çdo ditë me zemër të hapur. Kjo është edhe arsyeja pse publiku vazhdon ta ndjek me përkushtim dhe ta përjetojë çdo moment të tij si pjesë të vetes. Ai nuk është thjesht një artist apo një emër i njohur, por një njeri që i flet njerëzve me zemër, që i përkujton se momentet më të bukura të jetës nuk ndodhin në skena të mëdha, por aty ku ndodhet familja, përqafimi i fëmijës, ngrohtësia e një kafshe dhe gëzimi i përditshmërisë. Kjo video nuk është vetëm një sekuencë e ëmbël, është një kujtim i thjeshtë, por i përjetshëm, që na kujton të gjithëve se lumturia e vërtetë qëndron tek momentet e vogla.